Kompania Bektelenka, e cila ndërton 2 korridore në vendin ton, ka dhuruar një donacion me produkte ushqimore dhe higjienike për strehimorjen për gratë dhe vajzat viktimat e dhunës në familje për rajonin e Pollogut, e cila me seli ndodhet në Gostivar dhe menaxhohet nga Qendra për të drejtat e grave Etika. Josh Baker nga Bektelenka tha se ndihet i lumtur që bëhet ky donacion, i cili vjen nga ngrubullimi i mjeteve nga menaxhmenti dhe të gjithë të punësuarit e kompanisë. It's a real pleasure to be here today on behalf of Bektelenka. Është kënaqësi të jem sot këtu si përfaqësuesi Bektelenka për të ofruar një mbështetje të jashtëzakonshme për një qendër dhe njerëz të jashtëzakonshëm. Ekipi ndodhet këtu sot për dhuruar 10 pako me përmbajtje nga më të ndryshmet. Bektelenka si kompani me përgjegjësi shoqërore nuk është vetëm për ndërtim të rrugëve, por edhe për t'i dhënë gjëra pozitive komunitetit dhe qytetarëve, dhe ky aksion sot është një nga ato. Jemi të lumtur që sot po e ndihmojmë Qendrën Etika dhe nëpërmjet tyre po u japim mbështetje të gjitha agrave që kanë nevojë për një mbështetje. Duam dhe dëshirojmë të jemi fqinj të mirë dhe të kemi një bashkëpunim më të fortë në të ardhmen me gjithë komunitetin. Sibajete Zenku, drejtuese e Qendrës për të drejtat e grave Etika, ka falendëruar kompaninë Bektelenka për donacionin, i cili tha se është shumë i nevojshëm për strehimorën, ndërsa ka ftuar që shembullin e saj ta ndjekin edhe kompani të tjera. Sot jemi këtu për të treguar se si një kompani, si që është Bektelenka, që vepron në regionin e Pollogut për momentin, ka marrë guxim dhe ka organizuar një aksion për mbledhjen e ushqimit dhe mjeteve tjera higjienike për strehimorën e parë të grave viktima të dhunës në familje në regionin e Pollogut. Ky donacion vjen si iniciativë të gjithë të punësuarve në Bektelenka, të cilët të përkrahur nga menaxhmenti i kompanisë vendosën të mbledhin një sasi të madhe të ushqimit, ushqim afatgjat dhe mjeteve higjienike, të cilët do të jenë për shfrytëzimin e nevojave të viktimave që ne i kemi të strehuar në shtëpinë tonë. Çka mund të them tjetër përpos që do të kisha dashur shumë që edhe kompanitë tjera, siç është Bektelenka, të marrin një shembull nga ta dhe të donojnë jo vetëm në strehimorën tonë, por edhe në të gjithë vendet ku ka nevojë për përkrahje dhe ndihmë. Bektelenka deri më tani ka zhvilluar edhe disa aksione ndërgjegjësimi, sidomos me edukimin e fëmijëve si të mbrohen kur zhvillohen punime ndërtimore dhe të ngjashme. Ndryshe, strehimorja është themeluar në maj të 2024-s. Aktualisht aty ka të strehuara 3 gra me fëmijët e tyre, ndërsa nga themelimi ajo ka strehuar mbi 20 gra viktima të dhunës në familje. Viktimës gjatë strehimit, i cili mund të zgjasë nga 3 muaj deri në 1 vit, i ofrohet falas gjithçka, duke përfshirë edhe trajtime të ndryshme që ajo të aftësohet për punë dhe të krijojë pavarësi pas rikthimit në jetën normale.